Pyetje serioze, çfarë ngjyre e shehni që të fustan? Disa njerëz janë të bindur se është i arit me të bardhë e një grup tjetër i kaltër me të zezë. Po pse ndodh kjo? Çani shembull. Ky cilindër i cili vendoset mbi tavolinë të shohut e krijon një hije e cila bjen mbi një katror që po ja lojmë emrin katrori B. Na e shohim që pasi bjen hija në katrorin B, na duket krejt ngjyrë tjetër, edhe pse ka ngjyrën identike me katrorin A. Truni jon e din se kur i bjen hija në objektin, ngjyra zbehet, andaj e ndryshon perceptimin e ngjyrës. Ky proces quhet qëndrueshmëria e ngjyrave, edhe na ndihmon me i pa objektet njësoj, edhe nëse drita ndryshon. Mirë po kjo dallon prej personit në person. Pra, nëse truni mendon që fustani është në hije, ai e ndriçon edhe na bën me pa si të bardhë me ari, ndërsa nëse truni mendon që ka dritë mjaftueshme, e shes si të zi me të kaltër. Këtu lun rol edhe eksperienca jon me dritën. Nëse kalon më shumë kohë në dritë natyrale jashtë, ki më shumë gjasa me pa si ari me të bardhë, ndërsa nëse rrin më shumë dritë artificiale, e shes si të zi me të kaltër, thot ky artikull. Krejt ky debat na ka mësuar se perceptimi i realitetit edhe realiteti nuk janë gjithmonë të njëjta. Ti çfarë ngjyre po e sheh që të fustan? Kallëzom komente edhe subscribe Radio Urban FM 103.5 në YouTube.